Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në Vila 24, pa që një ditë të mbarë, bashkë me ty, Katerin. Faleminderit e dashur. Mirëmëngjesi dhe nga ana ime të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe ftoj këtu te këndi i negatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë sot. Sot do të bëjmë një recetë tradicionale që do të jetë me angjinare siç e shikoni, me bizele, po bizele bishtaj sepse janë këto të pranverës, me patate, qep të njoma, qep të thata dhe kopër majdanoz, krip piper, vaj. Këto janë përbërësit për të përgatitur këtë recetë që bëhet shumë e mirë dhe shumë e shishme. Nuk do të përdor as domate, as sal, do të jetë kështu, domethënë, dhe sigurisht edhe limon, lëng limoni këtë që nuk e tham. Dhe do të bëjmë një tartë që do të bëjmë me krem pasqeri dhe do të bëjmë edhe me krem pasqeri, por krem që neve bëjmë në familjet tona, mënyrën do me thënë më të thjeshtë që neve përgatisim në shtëpi. Gjithashtu do të bëjmë edhe këto lule shtrydhet që do të silësin në një farë glikoje, që do përdorim këtu të tarta, por që juve mund të përdorni edhe si kur të bëni me, si tu ashtë të konsumojnë me bukë. Në formën e një reçeli, po theme. Mund të konsumojnë me kos, pra në mënyra në një tjetër lloj ëmbëlsire. Unë do të sillte tarta sot, mënyrën do t'ua tregojmë pak më vonë, do të filloj me njëherë për të përgatitur brumin e tartës, sepse është diçka veçantë kjo që do kohë të qëndroj, dhe më mbrapa pastaj të tregojmë edhe atë procedurën se si do të bëhet. Okej, pra ne do nisim me tartën tani, kështu do nisim me këtë recetë. 250 gram miell është baza për të përgatitur tartën si të ëmbla dhe si të kripura. Është e njëjta procedurë. Pra 250 gram miell, 150 gram gjalp dhe duhet që gjalpi të jetë sa më i ftohtë, domethënë ta nxjerrim direkt nga frigoriferi dhe të fillojmë ta punojmë. Një kokër vezë, një lugë sheqer, një lugë të çajit sheqer është mjaftueshëm, nuk ka nevojë edhe një majë skrip. Nuk ka nevojë që të shtojmë as skrip më tepër, edhe vezën e tham besoj. E tham vezën, po, një kokër vezë o vital. E haruam në moment. Jo, kulëro, çfarë të duhet nga unë? Gërshëra. Hapim një paketim të ri të miellit për çdo përdorim, mielli Ola nga kompania Atlas, si gjithmonë kemi thënë që na gjen hapësirë në të gjitha llojet e recetave si të ëmbla ashtu edhe të kripura, kështu që ne sot do të përgatisim pikërisht një tartë me këtë miell. Ndaj, e nisim me njëherë punën. Ja, do të shohim tani këtu, me gjithë se dhe 1-2 lugë ujë të ftohtë ose qumësht. Tani këtë, neve do të shikojmë në gjatë kohës që do të përgatisim miellin. E hapim këtu, do të shtojmë 1 lugë sheqer, do hedhim 1 majë skrip. Është brumi i tartës punohet me, është ai brumi që shkriptohet me duar, kështu? Po. Të pastra duart, dhe fillojmë punojmë fillimisht gjalpin. Madje gjalpin e bëjnë edhe me atë renden që ta grinsi më tepër, por nuk ka problem. Për ta përhapur më mirë në të gjithë sipërfaqen e brumit. Por mendoj se s'ka s'është. Thjesht do pak durim tarta, do pak durim, sepse dhe ajo që e lë Hanilat që bën me atë, ngjelet gjithaj gjalp tek ajo rendja, kështu që... Sa 3-5 rendën thuaj. Na ikëm pak gjalp dëm. Sidomos zonjat Gjirokastrite që i përshëndesim dhe i falenderojmë, janë shumë nikojqire dhe kur nuk do ta bënin atë me rende. Unë mendoj që askush duhet ta bëj, sepse në fund duhet ta vlerësojmë ushqimin dhe të mos çojmë dëm asgjë, të përpiqemi jo të kursejmë tek e ngrëna, por ta menaxhojmë mirë atë, të mos flakim ushqime dhe ta vlerësojmë atë që kemi. Po, është e drejta Joni. Tani neve sa shkrifërojmë domethënë gjalpin, të lutem Anil, këtu te gjalpi mund të më hapësh një vezë, domethënë që për një kokër vezë, mund ta hedhësh këtu. Po, patjetër. Me qëllim që të ta shohim domethënë, jo se... Po, zgjedh paketimin që kemi mbi ty. Mos ta hedhim direkt tek brumi, këtë doja të thosha unë. E kuptoj. Është veza O Vital, paketimi prej 15 kokrash që unë kam në duar, është një vezë fantastike në fakt, dhe është e ftohtë akoma, i ke patur frigorifer deri tani gati. S'ka problem dhe e ftohtë duhet. Do na ndihmojë në... Po, ndihmon tek pjesa e brumit dhe uji duhet i ftohtë nëse do të na duhet, 1-2 lugë të supës ujë. Këtë e shikojmë gjatë momentit, domethënë që do të përgatisim brumin. Që do të thotë, thamë ne 250 gram, po vajti 280, nuk ka problem, se do shtojmë pakës më tepër ujë. Kështu që nuk prishet brumi. Duhet të tregojmë në fund fare se si duhet të jetë brumi i tartës. Tani hedhim edhe vezën dhe e punojmë. Vezën e kemi të plot, po gjithsesi neve testin e bëjmë, gjithmonë themi që duhet bërë ky testi.
Ndërkohë më duket ide shumë interesante edhe receta e parë, sepse argjinaren në fakt nuk është se e përdorim kaq shpesh në gatimet tona, ndoshta sepse shpesh mund ta shohim në treg dhe nuk e dim se ku mund ta përshtasim, në cilat lloj recetash dhe si mund të përgatitet ajo, kështu që sot një alternativë do t'ja japim ne, duke e kombinuar edhe me patate, me bizele, me erza të freskëta, me qep, sigurisht dhe me erzat e thata. Më pas limonin e shoh aty në krah, që do të thotë do t'jetë pjesë e kësaj recete dhe përbërësit e plot ne do t'i ndajmë së bashku në ekran. Pas pak, me njëherë, sa po t'i kemi gati dhe Kati t'i japim pak kohë që të vazhdoj të shkriftoj brumin e tartës, do të shohim se çfarë. Po thuaj se tani brumi e kemi gati, të lutem me një lugë të supës, me thënë ato, të lutem sepse të mundova tani. Çfarë të duhet? Uj, më jep një lugë njerë të supës, mendoj se është mirë, nëse nuk do të na mjaftoj një lugë, do të mendojmë që të shtojmë edhe një lugë tjetër. Prandaj themi 1 me 2 lugë supe. Do ta shikojmë nëse brumi, si do të lidhet. Nëse brumi jonë është lidhur, që mendoj se 1 është mjaftueshëm. Do ta shohim tani. Siç e pat, edhe unë kështu e hodha mielin, nuk është se i bëra ndonjë matje fikse. Por thamë që to i rregullojmë, janë gjëra që rregullohen me 1 ose 2 lugë ujë të ftohtë ose me 1 ose 2 lugë qumësh të ftohtë. Po. Ja, brumi jon po bëhet gati. Me sa duket, po lidhet mirë. Se ndërkohë sa më shumë të punohet, edhe gjalpi fillon të tretet akoma edhe më mirë edhe të përhapet, duke qenë se kemi thënë brumrat duhen punuar me duar, temperatura e duarve e ndihmon brumin që të zbutet edhe të përpunohet mirë. Më pas do të përgatisim gjithashtu edhe një kliko me lule shtrydhe ose një reçel të thjesht në kushte shtëpie. Tani jemi në sezonën e lule shtrydheve, kështu që me siguri shumë zonja kanë filluar të përgatisin ato reçelrat që shijojnë shumë edhe mund t'i kombinoni gjithashtu edhe në vakte të ditës, në biskota, në atë bukën e mëngjesit me gjalp reçele qumësh, janë gjithmonë shumë të shishme kur përgatiten vetë në shtëpi dhe duan shumë pak punë rastin e shtrydheve të paktën. Bëhet shumë shpejt. Atëherë, le të lexojmë pak së bashku në ekran recetat, po? Më fal, të kërkoj ndjesë këtë brumin. Marrim atë tasin ta vendosim në ngrirje, duhet që të më mpijet pak këtë vi, do me thënë koha me njëherë unë ta filloj të ta vendosëm, sepse duhet që ta arrim ta përfundojmë procedurën. Kështu që marr një nga këto tasë. Marrim një tasë për ta vendosur brumin dhe sa do ta lëm në frigorifer? Shiko, anvisat letë mirë është që unë do ta vendos në ngrirje që më duhet versi një 10 minutë. Po, ne në shtëpi do vendosim në frigorifer në frigorifer një 30 minutë. 30 minuta. Do që të pushoj edhe të forcohet brumi. E kuptoj, mirë. Le të shohim tani recetat të gjithë përbërësit, nëse edhe ju do të zgjidhni të përgatisni sot një gjell me bizele dhe argjinare. Përbërësit që ju duhen janë këto dhe pas pak ne do të nisim edhe gatimin e kësaj pjate. 500 gram bizele, 4 argjinare, 2-3 patate, 1 qep të thatë, 4 qep të njoma, kopër dhe majdanoz të freskët, vaj ulliri, krip dhe piperi zi dhe lëng limoni. Tartë me krem dhe lule shtrydhe. Me këtë e kemi nisur ditën sot me përgatitjen e brumit të tartës, i cili do të në kërkoj këto përbërës, 250 gram miell, 150 gram gjalp, 1 vezë, 1 lugë çaj sheqer, 1-2 lugë ujë ose qumësh të ftohtë për të lidhur brumin. Ne përdorëm thjesht 1 lugë ujë, aq na mjaftoi. Sigurisht edhe pak krip. Kremi do të përgatitet me 2 filxhan çaj qumësh, me 2 lugë supe miell, 2 lugë supe niseshte, gjysmë filxhan çaj sheqer, 3-4 të verdha vezësh, vanilje dhe pak krip. Gliko me lule shtrydhe, 4 filxhan çaj lule shtrydhe, 1.5 filxhan çaj sheqer, 4 lugë supe niseshte, 4 lugë supe lëng limoni dhe 1 gotë konjak. Kjo gota e konjakut Kati është e domosdoshme? Sipas dëshirës, për t'i dhe një, si thuash një ekstra shije, por edhe e hedhim, edhe se hedhim. Si ta duan anvisat? Jo, pyes, sepse e di që shpesh kur në receta të kripura, mishra, ëmbëlsira e tjerë, shtohet edhe ndonjë sasi e vogël alkooli, ndonjëherë ka zonja që nuk i përgatisin sepse trëmben nga alkooli, duke qenë se po. Avullon alkooli, gjë që nuk ekziston kjo për punën e alkoolit, sepse prandaj hedhim që themi që shuajmë me qoftë me verë, qoftë edhe me konjak,
në momentin që e hedhim ai avullon alkooli. Dhe nuk mbetet ngelet shija e konjakut ose dhe dhe kemi frikë ta konsumojmë nuk ka ato asnjë sasi frikë. minimale. Përkundrazi bëhet, do të thënë, merr shijen e mirë. Dhe s'ka problem. Por është kjo sipas dëshirës. Nuk është e thënë se duhet me patjetër për tu vendosur dhe për të bërë kjo gjë. Atëherë, unë kam hedhur vaj në tenxhere, le të mbajtë pak ujë të ngrohtë këtu për gjellën. Okej, ne do të nisim me një herë përgatitjen e drekës për sot. Tasat i kemi ganti, të vendosura njëra pas tjetrës, të ruajtura në ujë si erëzat, ashtu edhe qepët, patatet pa diskutim, por edhe bizelet. Pra nëse i bëni gati para se të nisni gatimin, një këshill tjetër që Katarina na jep shpesh është i ruajmë në tasa të vegjël me ujë dhe qëndrojnë të freskëta derisa të fillojmë të i gatuajmë ato. Po, patjetër. Hedhim qepën dhe atë që them gjithmonë, tek qepat do të shtojmë kripën. E gjysmën e sasisë në fillim fare. Edhe sa të më bëhet kjo, do të tregoj për punën e angjinareve. Do me thënë, angjinaret shumë i njohin, shumë edhe nuk i njohin. Do them dhe për angjinaret, do them edhe për bizelet. Në qoftë se bizelet janë të njoma, to formë bishtaje që janë tani pranverore, mund t'i vendosim edhe kështu si që janë, duke bërë, tani unë s'kam, me thëmë bëhet kjo prerja kështu, nga të dyja hanët, heki si fasullet. Unë ja kam hequr kësaj tani, por s'ka problem. Pra heqim atë fien, po themi. Fien, si që heqim, si që pastojnë barbunjat. Mirë po, edhe pse do t'jen pak si të forta, do me thënë shumë, nuk janë si fare të buta, nuk ka problem. I hidhni, sepse ato shijojnë kaj shumë brënda tek gjella, që nuk e keni iden. Këto bishtajat, këto konsumojnë hajnë edhe kështu tani në pranverë. Se janë të freskëta. Po, janë të freskëta. Prandaj është ndryshimi i tyre, do me thënë, i produkteve kur janë të stinas, apo kur janë të ruajtura për të konsumuar në... To, faktikisht, kur janë të freskëta, bëjt pastrimi i tyre në këtë mënyrë, do me thënë, rreth e rrotull. Nuk gjeta shumë të freskëta, me thënë të drejtën, por dëshira e madhe për të përgatitur angjinaret, se mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë, dhe kjo është një mënyrë më e thjeshtë sepse kaq angjinare gjeta. Por mënyra më e mirë që mua më pëlqen dhe më shijon shumë, është që të bëhet vetëm me angjinare, me qep të njoma, hudhra të njoma, kopër dhe majdanoz. Pa e përzirë me asnjë gjë tjetër. Është një shije fantastike, do me thënë, ka vërdisën qepët, angjinaret, më mbrapashton edhe këto erzat e freskëta, të njoma, edhe na bëhet të situash një gatim shumë i shishëm. Pastaj ka dhe mënyrat të tjera, angjinaret të mbushura që bëjnë me kreme bechamel me djath, ka angjinaret të cilat të i bëjnë me mish, por që nuk do doja të thosha me mish, sepse mish janë vetë këto, dhe ka i shumë vlera ushqimore kanë angjinaret që situash janë të pakrahasueshme. To kanë edhe këtë vitaminën K, që shumë pak perime i kanë, kështu që mirë është që nëse i gjeni, t'i shfrytëzoni në këtë kohë. Lumë ata që i gjeni, të me thënë, edhe i kanë, ka shumë që i kanë dhe në bache. Tani, te pjesa, pasi e pastrojmë në këtë mënyrë, te pjesa e brëndshme, që ka këtë pushin, duhet të nxjerrim. To faktikisht ishim pak si të mëdhaja, me thënë të tekaluara kohës. Kur e kanë stinën? Prandaj. Jo, shiko, tani është, ato fillim pranvere janë, por problemi është që këto i kanë këputur, do me thënë të mëdhaja. Duhet t'jenë pak më ndryshe. I kuptojnë ambisat, do me thënë ata që i situash i kultivojnë, e din kur janë, por që nuk e di pse e kanë këtë. Tani, do t'a laj, do t'a pres në mes, edhe do t'a kemi për t'a hedhë brënda, por që mos të në nëzien, këto duhet që t'i vendosim në ujë me limon. Ashtu ruhen? Po, ashtu, dhe me thënë deri në momentin që neve, por e mira është që t'i pregatisim në moment. Po, mos i lëm. Po. Unë do i hedhë direkt të qepa se s'ka problem. Pra shikon shumë pak del, po ajo paka është vlerë, është sikur po
diamant dhe florine. Dhe me thënë, gjitha jo boqe, kërko, dhe në nxjerë aq. Por aq shton shumë shie dhe vlera ushqyese. Dhe gjethet angjinaris janë kuruse në... Përdoren gjethet, po? Gjethet angjinaris i zim dhe i pim si qaj. Në qaj, e kuptaj. Nuk është se... E kuptaj. Tani do vazhdojmë të merremi me gjellën ende, pra do e vendosim në zjerje dhe pse do kalojmë, po na do likoha edhe në përgatitjen e likos me lule shtrydhe. Brumin e tartës e kemi vendosur në frigorifer. Likoja është kollaj për të bërë, unë tani do t'i hedh qepët e njoma dhe këto pizelat, i hedh një herë se nuk ka nevoj. Edhe kokëra tani që është kështu e freskët dhe nuk janë të ngrira, kanë tjetër, janë më të njoma, më të freskëta, kanë tjetër shije dhe në gatim, në momentin që i gatuajmë. Okej. I hedhim edhe këto. Të një zbutje të lehtë duan, dhe i shtojmë ujin, që ujin e hedhim në mas, dhe në fund fare, i shtojmë pak vaj ulliri me lëng limoni. Po e nëzitoj pak si procedur këtë, sepse duhet ja pak rëndësi, do me thënë në pjesës tartës, duhet të nëzje që ta tregojmë edhe mënyrën se si do të vendosim fillimisht në furr, do me thënë pjesën e parë, dhe të arrim edhe kohën për të treguar të përfunduar. Një zbutje të lehtë të tyre, do të hedhim edhe patatet. Patatet ju kam thënë që është mirë t'i presim në masa të ndryshme, me qëllim që disa të shkrin dhe të bëjnë lidhjen e lëngut, edhe disa të ngelen kështu të me thënë në formën e tyre. Ti hedhim edhe pak piper. I trazojmë. Thjesht qepa në fillim fare duhet të pak, do me thënë që të zbutet mirë të lëshoj atë aromën, dërsa këto nuk ka nevojë sepse është si thuash një gjellë që bëhet e zier më shumë se sa e ka vërdisur shumë. E shikoni këto janë që do t'japin shumë shije, erzat. Dhe shiko se sa erza unë përdor. Shumë, e do me thënë, do. Ato janë që japin shije, ato janë që e bëjnë të shishme, janë erzat e pranverës, që duhet mos kursehemi tani, se ju kam thënë gjithmonë që erzat përveç se shijes janë të pasura me vitamina. Edhe dim shumit që sa vlera ushqimore edhe sa vitamin ka majdanozi, kopra, të gjitha. Kapakun a unë bjo? Apo s'po kërkon kapakun? Mendova s'po kërkoja kapakun. Se ku e kam kapakun? Aty në levama, po. Tani, nuk do t'i hedhë sipër, do t'i alë kështu në anë. Edhe do t'u hedhë në masë. Duaj që këto tullin vëllimin gjatë momentit të zjerjes. Edhe nuk i hedhim ujë shumë, dua ujë të jetë në masë të gatimit, do me thënë të produkteve. E kemi në rregull. Ajo që ngelet, vendosim kapakun, edhe ta lëm në qetësi të sobës, do me thënë për të temperaturë mesatare, dhe më brapa në fund fare me lëng limoni edhe me vaj ulliri do të përgatisim si një lloj salse dhe do t'ja hedhim sipër për ta serviru, do me thënë, dhe kjo është një recetë e thjeshtë, e shpejtë, shumë e shijshme dhe e shëndetshme mbi të gjitha. Okej. Mirë. Tani të shmangim dhe këtu. Tani, do merremi pak me tartën. Kemi, besoj, mjaftueshëm kohë për ta shtruar brumin në tavë, ka 6 minuta kohë, jemi në rregull, dhe pastaj me ato zbukurimet edhe gjërat e tjera ja bëjmë. Salsën dhe ato do t'i tregojmë më mbrapa, do me thënë kremin dhe ato do t'i tregojmë më mbrapa. Tani, ta bëjmë këtu, që kemi sheshpamje. Po, më mirë, që edhe nga shtëpia të na ndjekin, brumi i tartës përgatitet shumë thjesht. Ne e treguam pak më herët, besoj keni tentuar të gjithë të përgatisni. Baza e tartës është pothuajse gjithmonë e njëjta, ajo klasikja. Pastaj se më çfarë ju preferoni ta mbushni apo t'i shtoni ekstra, mbetet gjithmonë preferenciale.
Atëherë. Mirë është të përdorim një letër kuzhine se na ndihmon më shumë. Unë pi kjo. Është krijuar ajo. Po. Të duhet të ruli? Po, patjetër. Të mbajon kati? Rëshket letra, po se zë banaku i rëshkit që. Dale. Ja, së të ndimoj hiq me që duket. Jes, dimon. është bërë dhe brume pak e fort nga frigoriferi. Kështu duhet faktikisht, po s'ka problem. Ja, ta hapim pak të te, edhe ta këthem edhe kështu. Dale të mbaj këtu poshtë. Ashtu. Ka puna. E tarta që të bëhet e mirë, i do këto gjëra. Të rëtovajmë dhe njëherë. Edhe njëherë kështu, edhe besoj se jemi në rregull. Për tavën që kemi atë në, po. Se ajo pastaj na ndihmon që to pjesë të anëve të ngrihen në sipër, po. Do një bazë edhe në ansora, ajo, sepse ashtu do kapet. Edhe kur të pritet, të ketë një të kthyer. Mendoj se them se është. Ta kthejmë edhe një herë ani pak fare sa për kështu, sepse duhet që edhe baza të jetë e një trajshme. Jo diku më tepër, diku më e trashme e hot. Edhe të falimderit, Anila. Edhe asgjë. Ashtu. Opa, më iko. S'ka që. Të falimderoj. Okej. Mendoj se jemi okej. Bëmë edhe fiskulturën e mëngjesit. Ashtu. Veç se dim dhe kaq, do me thënë këtë, që duhet me patjetër kjo të jetë, do me thënë të lyhet në këtë mënyrë me gjatë. Madje edhe mund ta spërkasim edhe me miell. Ndihmon më mirë, po. Ta hap dhe një me këshoni, tani, se nuk në gjitha jo. Ai, në gjithi, gjalpi. Mendoj se është okej, mos e luaj, mos e shie, merë gjalpi me vete. Po, gjalpi. Sa i mirë bëhet këtë brume të artës? Bëhet, biskot e shkrifët është kjo. Mjell, gjalp. Pas kishim tamam neve. Po pra, thashme? Mendova se... Po jam është eve vogël, ajo. Mu duke vogël, për që ka e madhe. Këtë do të pak ansore. Ase vogël, ase madhe që ka kjo. Që nga tartë të lozonjare. Se na i kënduan djemët. Ase vogël, ase madhe. Okej, ti japim edhe formën. Ashtu. Kjo do pakës tu. Shumë mirë. Duhet jetë një trajtshme pra në të gjithë si përfaqen. Është shumë e rëndësishme kjo baza të jetë e një trajtshme. Këto nuk është se i hedhim. Bëjmë një biskot. Bëjmë një biskot. E vendosim aty në cep të furrës. Tjetra tani që do pi një pirun. Ky brum nuk do shumë të pishet, 15 minuta do vendosim një qese, do me fasule, me që të kemi, diçka një rëndes faktikisht, që mos të ngrihet, të bëjmë tartën tamam ashtu si që duhet, se mundet edhe të pjekim edhe kështu, por që e mira dhe ajo në mënyrën tradicionale që kemi mësuar që kur kemi qenë të vogla, ka qenë që vendosim një, si thua, qese me zakonisht i vëni me fasule, neve, me oriz, me fasule, me kështu gjërash, do me thëmë peshë të rëndë. Po unë sot kam përzgjedhur ta vë me miell. Në rregull, kemi të marrim dhe këto? Unë se kuptova këtë që the po. Po presta shumë, se po dalë shumë e pa informuar. Atëherë, pa. Marrim një qese. Po? Edhe, kjo është qese kuzhine, që nuk digjet, sepse kjo tarta në 170 gradë. Kjo nuk digjet në 170 gradë, letra e telefonit.
ka që nuk janë cilësore dhe digjen, por që dhe ato që mos të digjen, shiko do që do ju tregoj tani, që dhe nëse se keni letërën telefoni cilësore që mos të digjet. Kjo Anila vjet, do me thënë që tarta të ruaj formën. Mos të marri... Po mirë, nuk e pengon mjeli, të digjet të mos pishet se pishet nga poshtë. Shiko, tani prandaj themi 15 minuta e vendosim kështu, pastaj 15 minuta të tjera do e heqim dhe do t'i lëm para shumë. Do t'a lëm dhe 15 minuta të tjera në 170 gradë. Sepse në momentin që e vendosim për 15 minuta, ajo ruan formën, ban formën e duhur. Pastaj kur e vendosim, bëhet pjekja. Edhe kemi gati. Tani, tjetra gjëja më e mirë për ta bërë tartën është, pasi e përgatitëm brumin kështu, e lëm në frigorifer përsëri na 20 minuta, 30 minuta, të ftohet dhe pastaj e heqim dhe bëhet ky veprim. Është më mirë ai veprimi që unë ju them tani. Juve bëjni këto, sepse kohën e keni të mjaftueshme në shtëpi dhe mundësit i keni më shumë. Tani, ne do ta vendosim në furrë kështu siç e kemi, se nuk do ta presim atë 15 minuta. Në 170 gradë, do ta lëm për 15 minuta. Okej, tani ne do shkëputemi. Do bëjmë diçka pa e treguar apo do t'i bëjmë të gjitha kur të kthehemi? Më tepër për të glikone kisha, ndoshta duhet ta bëjmë. Për glikon, përbërësit që janë i hedh brenda. Do ta lë glikon që ta sjellim në momentin e dytë, Anila, por do të bëjmë atë kremin pastiçeri sepse neve e kemi bërë dhe herë tjetër shpesh dhe si është ajo, thjesht i hedhim në tenxhere të gjitha bashkë, përbërësit që do t'i lexoj Anila më përpara, do t'i përzijmë dhe kemi gati, do ta lëm që dhe ai të naftohet. Tani, për këtë doja të jepja një shpjegim tjetër, në momentin që nuk është e saktë kjo, prisni një letër nga këto. Ose ajo letra e aluminit, ndoshta edhe ajo mund ta mbrojë. Edhe ajo e mbron. Tani unë do ta pres dhe do ta vendos brenda, do t'ju tregoj në momentin kur të kthehemi. Okej. E shikoni që kemi gjëra ende për të ndarë me ju. Kemi një shkëputje të shkurtër publicitare tani. Ne jemi në studio për të mbaruar recetat. Mos u largoni, vim shumë shpejt. Mirëmëngjes edhe një herë për ju që jeni zgjuar vonë, ju që nisni ditën me ato punët e mëngjesit dhe ndoshta vetëm tani jeni përpara televizorit. Ne kemi nisur herët si çdo mëngjes tjetër live nga Vila 24, ku edhe sot kemi prezantuar që në fillim 2 recetat e ditës së sotme për të mos i humbur, mbajini shënim edhe përgatiteni sepse janë vërtet shumë të mira, si ajo gjella dhe pjata e rëndësishme e vaktit të ditës me argjinare, me bizele, me patate, me erza të freskëta, ashtu edhe kremi i pastiçerisë që ne sapo kemi përgatitur tani, ja unë po t'i afroj pak këto, i cili do të na duhet për të mbushur tartën. Kemi bërë një brum tarte shumë të shishëm e të shkrifët, ai brumi që përgatitet me miell dhe me gjallë, duke u punuar paksa me duar, e kemi vendosur në furrë për t'u pjekur. Kremi i pastiçerisë është gati dhe përbërësit do t'i kemi pas pak në recetë. Megjithatë, unë ju kujtoj se krem pastiçerie në këndin tonë të gatimit kemi bërë shumë shpesh, ndaj edhe nëse keni nevojë ta shikoni edhe një herë, e gjeni në videot e kaluara në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24. Janë ku e kemi newsin ton, këtu kemi jahnin me mishqengje, makarona dhe bukët që bëm dje shumë të shishme dolën. Kanali zyrtar i emisionit në këtë logo me emrin Vila 24, gjithashtu duke klikuar dhe më faqe më të madhe në vend që është pikërisht Balkan Web, faqja jonë e preferuar ku marrim të gjitha informacionet e nevojshme të ditës dhe jo vetëm, aty keni edhe mua dhe Katin për bërë si të recetat videot e gatimit. Atëherë të dashur Anvisa, ja ku jemi fillimisht, neve thamë përgatitëm brumin, thamë atë mënyrën se si mund ta lëmë, thamë për një 20-30 minuta në frigorifer dhe pastaj ta vendosim në furrë, dhe para se ta vendosim në furrë do të kemi një qese, të cilën do ta bëjmë me një letër kuzhinë telefon, ku hedhim brenda ose fasule ose oriz ose edhe miell kam hedhur unë për momentin. Mirë i bën mielli sepse edhe e pjek miellin, heq erën e miellit dhe e përdorim miellin edhe për gatime, që do të thotë kur kemi që bëjmë ato jaknite ndryshme, ky lloj mielli është më i mirë për tu përgatitur. E heqim miellin dhe nëse juve letrën e telefonit nuk e keni cilësore, mund t'i vendosni një letër kuzhinë sipër që mos të digjet, kupton? Dhe kjo është një ndihmë. Tani e kemi gati që do ta vendosim edhe një 10-15 minutë tjetër në furrë dhe do ta kemi gati pastaj për ta mbushur. Ne
ndërsa ju prap në shtëpi do qëndroni edhe gjysmë ore të tjetër që ta lëni të ftohtë dhe pastaj ta mbushni. Ne I themi të gjitha variantet. Çfarë bëjmë ne në kohë të kufizuar, çfarë mund të bëni ju në shtëpi? Sa më e mirë Anila këtë, por I themi se sigurisht ato mund ta mbushin edhe të si thua siç është nga fura. Por që duhen të jetë të ftohta të gjitha për të bërë në fund fare, domethënë që ti të rregullojmë si të thuash atë stisjen e pjatës. Stisjen. Tani, te kremi, unë përveç se vaniles, kam shtuar edhe një 2 kështu sebza portokalli, sepse më pëlqen që është e vërteta. Për të shtuar atë aromën. Tani këtë neve kremin do ta lëm që të qëndroj, do me thënë të ullit pak temperaturën dhe sa ju të nga bëhet gati, unë do të kaloj këtu me njëherë, te pjesa to I mbajt për në fund, për dekor. Kemi për dekor ato. Dhe këtu kemi sheqeri, edhe një seshte, ma këtë sheqer që kam mas, pra nuk I hedhim një seshten direkt aty, hedhim sheqerin edhe një seshten bashk, e trazojmë, dhe hedhim këto lule shtrydhet, pasi kemi larë dhe kemi të prera në fetza. Hedhim në tenxhere, dhe larë do të hedhim sheqerin, dhe do t'i vendosim që të zihen. Sa ajo që të në kthehet... Ta lëm dhe këtë për dekor? Lërë dhe atë. Gjërat që në duhen. Ja, tani, kështu si që është, ajo do shkri dhe bashkë me sheqerin, do të shkri edhe një seshtja dhe do të bëhet një trajt kremoze, që thamë që do të bëhet një gliko, të cilën e kemi për shoqëruar tarta të ndryshme, për të shoqëruar bukën, do me thënë të bësh bukë me këtë kremi, që do të bëhet pak si më ndryshe, si një lloj paluzeje me pjesën e një seshtes që neve përdorim, me e lidhur, me thënë gliko me e lidhur, dhe tjetra, Çfarë harrova? Çfarë harrova për akullori që vin tani kote, domethënë ajo është idea, domethënë për gatime të ndryshme, për servime të ndryshme. Domethënë ju ruajeni si recetë, do t'i kemi në ekran përsëri pas pak, edhe ja gjeni vendin vet në shtëpi, si mund ta përshtasni në gatime apo në ëmbëlsira të ndryshme. Që të më bëhet më shpejt, temperaturën e kam të lartë, dhe të kthehemi këtu te pjesa e gjellës. E gjella. Që do të thotë, shikoni tani, si ka qëndruar, dhe ta ullim pak temperaturën, se na mori pak si temperaturë. Ja. Ajo që ngele tani është, do të presim limoni, dhe do të hedhim, limon, vaj, dhe do t'ja hedhim sipër. Dhe do t'a kemi gati, me thënë, ta lëm të qetësohet, dhe ta servirim. Marim limon, marim këto. Pasi e kemi larë limonin mirë. Dhe doja të thoshja këtë gjë. Nëse patatet janë të reja, ato zakonisht nuk e lidhin lëngun, kur janë patatet të reja. Kur janë patatet të vjetra, ato e bëjnë e trashin lëngun. Kështu që kur e keni kështu, mund të shtoni pak një seshte. Do thoshe konflaur, po më mirë të themi ashtu si që dim neve, që të ndimojmë ta mama ashtu si që duhet të ndisa, se sa të themi, do me thënë, gjuhun që nuk... Mjafton këj vaj, nuk ka nevoj që të shtojmë edhe vaj tjetër. Ja, edhe pikset me lëngun e limonit. Hidhni një sasi limoni, do me thënë gjysëm limoni, pastaj se cili si pas dëshirës mund të shtoj më tepër. Por gjysëm është mjaftushëm, mos të bëhet shumë e thatë, të marja të edhe është këtu për pjesën e limoni që edhim, jo vetëm thjesht për shije, por ndihmon për të përfitur edhe vlerat ushqimore që kanë këto perimet. Me qënë se kemi goxha jeshillëqe aty brenda. Tani unë do t'a fik sepse, ja, edhe këto janë bërë, patatet, edhe këto janë zjerë, të gjitha janë zjerë, s'ka nevojt, shu që do t'a fik, dhe do t'a lënë temperaturë të sopës, të qetësohet, dhe në fund fare do t'a kemi gati për t'a servirur. Shumë mirë. Ti rikthejmë dhe një herë recetat në ekran? Po, Anila, mund t'i shohim edhe tartën se që po bëhet. Po, shohim dhe tartën, kontrollojmë dhe gjërat e fundit dhe bëhemi gati për t'i treguar pak e nga pak të përfunduara. Dhe pikërisht gjella e parë për sot është drejt fundit,
Bizele me angjinare dhe patate, 500 gram bizele, 4 argjinare që varet dhe sa të mdhaja janë, në fakt dhe për sa persona do gatuani, 2-3 patate, 1 qep e thatë, 4 qep të njoma, kopër dhe majdanoz të freskët, vaj ulliri, krip dhe piperi zi dhe lëng limoni. Tart me krem dhe lule shtrydhe për brumin e tartës, 250 gram miell, 150 gram gjalp, 1 vez, 1 lug çaji sheqer, 1-2 lug ujë ose qumësht të ftohtë dhe pak krip. Për kremin, 2 fixhan çaj qumësht, 2 lug supe miell, 2 lug supe niseshte, 1/2 fixhan çaj sheqer, 3/4 të verdha vezësh, vanilje dhe pak krip. Gliko me lule shtrydhe, 4 fixhan çaj lule shtrydhe, 1,5 fixhan çaj sheqer, 4 lug supe niseshte, 4 lug supe lëng limoni dhe 1 got konjak. Si që shpjeguam më herët, është alternative sipas dëshirës suaj. Larguam edhe lëkurën e portokallit nga kremi pasticceris, kanti po ullë temperaturën dhe shoh që e trezonër pastere edhe të mos kryoj. Kryoj atë cipën si përfaqësore dhe prandaj po e bëjmë këto. Faleminderit Danila. Në rast se kemi thënë dhe unë i kujtoj her pasere këto këshillat e Katerinës, pra në rastet kur nuk kemi kohë të rrimë ta trazojmë, se po merrem me diçka tjetër, e mbuloj me një qese kuzhine dhe ajo do ta frenoj krijimin e asaj sipërfaqes që kremi pasticceris e kryon, dhe pastaj nëse fillojmë dhe e trezojmë më pas, na kryon ato topsat e vegjël, që i prishe dhe shien edhe pamjen. Për masën që kemi ne Anila, bysëm limoni është mjaftueshëm. Pra i ka 2 lug lëng. Po. Është mjaftueshëm, nuk ka nevojë që të shtojmë më tepër. Në rregull. Kështu që tani ta shohim edhe kështu si ja filloi që të lidhet. Këto duat që këto të qëndrojnë domethënë kështu të plota. Lule shtrydhet, jo të prishin formën. Po. Ta 1-2 minuta dhe kemi gati për ta nxjerrë këtë dhe ta kthejmë në një enë të naftohet. Okej. Të shohim edhe tartën tani si është bërë. Derisa ajo të na bëhet, mendoj që të hetim servimin gjellën. Po, edhe unë ashtu mendoj se koha jeton shumë shpejt, kështu që ne, me qenë se gatimin e parë të gjellës e kemi përfunduar, e shërbejmë dhe e lëm gati edhe në një pjatë këtu mbi këndin tonë dhe pastaj kalojmë dhe përqëndrohemi vetëm tek tarta për ta mbushur me kremin e pasticceris dhe për të lënë edhe glikon me lule shtrydhe të ftohet dhe të marrë atë temperaturën e nevojshme që i duhet. Gjëra që si që themi shpesh në shtëpi ju i bëni me Terezin tuaj, po ne këtu do ngutemi se s'kemi të bëjmë deri në orën 10 e kemi limitin. Gjithsesi, neve mundohemi të themi anvisave cila është gjëja më e mirë që duhet bërë, me thënë, këshillat u japim. Sigurisht ato na kuptojnë sepse e dinë që në kaq minutazh nuk mund të arrijen, domethënë të gjitha. Ja, u bë. U lidh, po. U lidh. Kaq nuk ka nevojë për më tepër. E bëm fiks. Shiko se sa mi që bëhet. Merr datë shkëlqimin nga niseshtja në fakt. Lëngu. I lule shtrydheve. Ja, kjo është. Aromën e ka shumë të mirë. Shumë e mirë. Është përfunduar. Talëm edhe këtu bashkë me kremin. Okej, dhe merremi me gjellën. Gjellën të servirim dhe gjellën, ndërkohë që e shoh dhe tarta po na bëhet gati. Po, ka filluar ta marrë atë ngjyrën e artë në pjesët anësore të saj, po katë. Tham që këtë glikon mund ta bëni dhe ta ruani në frigorifer, ta përdorni për një sër gatimesh të ëmbla. Duket këti? Mirë duket. Mirë duket? Mirë duket, po. Shmjaftueshëm, s'ka nevojë për më tepër. Sistemi im të vogël. Edhe lëngu na është trashur, është lidhur. Për punën e lëngut, tham që se si duhet vepruar. E çojmë në këndin për ta parë edhe ju më afër dhe ja ku është pjata e përfunduar. Recetën jo tregua, mënyrën si përgatitet ne pam në pjesën e parë. Ju kujtova gjithashtu që e rigjeni
në YouTube nëse doni të shikoni edhe njerë nga fillimi, apo të kujtoni në një gjë që e pat kështu live, po nuk e keni memorizuar dot, se në ndodhe edhe ne të harrojmë çfarë bëjmë këtu në kuzhinë dhe i kthehemi her pas here videove. Dhe ne nuk do të harrojmë që të nxjerrim tartën. Jo, nuk do harrojmë as pak të nxjerrim tartën, sepse duhet të jetë e pjekur aq sa duhet, as më shumë as më pak. Edhe ja ta fikim edhe këto. Ase merrem unë me tokat. Okej, faleminderit. Fikun ato. S'na duhet më furra sot. E kemi gati. Tani, kjo që të dalë nga forma, duhet të ri, të qëndroj, të ullë temperaturën dhe thamë që duhet të ri të paktën për një gjysmore, të ftohet dhe të ftohen të gjitha gjysmore, kjo kremi edhe lule shtrydhet. Tjenë në temperaturë, do me thënë, të ambientit, pastaj e heqim nga forma, e vendosim në një pjatanca, në një shumë, edhe ka të formë më të bukur, nuk e lëm këtu tek pjesa e kësaj, por kjo që të dali, edhe tani, por është biskot edhe thermohet, se shiko, që lëviz? Pa, lëviz, lëviz, pa. Kjo është, kur ne na lëviz, do të thot që kemi bërë, do me thënë atë pjekjen e duhur. Edhe e kemi, ashtu por tani është ende shumë e nxehtë, sa e nxorëm nga fura, dhe kështu që neve nëse do të nxjerrim, bën do me thënë vakitje të na shkërmoqet. Kështu që ne do ta mbushim aty. Si të bëjmë, edhe gjynaf më vjen që na shkon dëm. Ta provojmë me kujdes. Jo. Jo se kam frikë do thërmohet, është biskot, por është gjynaf, është bërë shumë e mirë. Shikoja, mos kemi ndonjë mjet improvizues, po jo. E mbushim këtu kati, se 4 minuta ko kemi, sa të ndaj mendjen e do bëjmë. Anila është ajo vetëm, po kam hallë se mos më... Hajde, ma sill pjantën. E nëzorë, bravo, të lumshin durt. Ja një mjet improvizus. Të lumshin durt. Shto pak e nxehtë është, po? Është e nxehtë. Tani se prekim më, se do ta prishim. Nuk e prekim, ta heqim këtë këtu, e ja që... Okej. Tani bëjmë mbushjen shpejt e shpejt. Kjo do të thotë që është bërë, do me thëmë, brumi dur, pjekja e dur. Ajo që nuk është bërë e dur është që ne duhet ta lëm tani të ullet temperatura. Gjë që neve nuk... E krijoj një të krisur të vogël, po inshallah nuk na rrëshket. Se tani kjo e zbut. E pra. E kupton? Edhe kremi është ende nxehtë dhe nuk ka shkrirë, nuk është mpiksur, ashtu siç duhet. Po, duhet jetë më i trash, gjë që përsëri e fiton me ftohje. Me kalimin e kohës, sepse nuk dua ta bëni shumë të fortë. Atë që them gjithmonë, unë jam kundër atyre gjërave që bëjnë shumë të forta, se kjo do të mpikse dhe do bëhet aq sa duhet, kremoze, që të ledhatoj gjuhën, jo të na bëhet si llaç, do me thënë. E kuptoj, po, duhet të shijoj, është ëmbëlsirë, ndaj duhet të ketë ato. Tani, ne i bëm në këto kushte. Juve në shtëpi thamë që do t'i bëni në kushtet më të mira. Dhe kushtet më të mira janë kur... Ke kohën. Kohën e duhur. Pra dhe kur kremi e më pikse... Do thua që pse ne nuk e bëm dhe një tjetër më përpara. E po tani, s'mund të bëjmë edhe nga 2 dhe nga 3. Nuk ja dalim do t'i bëjmë të gjitha nga 2 herë, më thënë të drejten. Me gjitha të unë mendoj që është tërësisht e kuptueshme. Edhe masën e këtyre, neve lule shtrydhe, kemi bërë enkas për një tartë, nuk kemi bërë më tepër. Po thash, mënyrën se si e pregatitëm lule shtrydhe, juve mund të përdorni jo vetëm për tartën, por mund të përdorni edhe në, si të tuash, ëmbëlsirat të tjera, edhe me kos, shkon shumë mirë, por edhe kështu ta konsumim me bukë. Do t'a lë kështu, Anila, që të... Lëra, shtu i vendosim dhe një 2-3 lule shtrydhe të freskëta, me qenë se ne i kemi ruajtur pikërisht për dekor. Që të japi pak ngjyrë jeshilla. Urdhëro. Se ku e kam ato fikën? Ne kemi fiks 2 minuta kohë për të bërë edhe zbukurimin e tartës. Okej. Faleminderit. Qeshja mbi tortë u vendos. Tani të vendosen edhe këto. Sa fruti bukur është lule shtrydhja? Shumë i bukur është. Shumë i bukur, do me thënë edhe është ajo që përfaqëson dhe zemrën. Kjo është se ç'është. Ashtu, po mirë, këtë ëmbëlsirën bëja një surprizë, këtë unë, gruas, partneres, të dashurës. Nga tua janë edhe, tua i kam bërë një ëmbëlsirë. Edhe një të vendosim aty edhe jemi në me dedikim. Një të vendosim kështu bashkë. Sa e bukur doli. Ja, kjo ishte tarta. Shumë e bukur. E bukur? E bukur. E mirë është, e mirë.
E mirë, Jo dhe keq. Jo dhe keq, po dhe akoma më e mirë do të bëhet, thamë që kremi të ishte i mbiksur, patjetër. Zbatoni ato që neve ju themi. Tani, edhe një pyetje kam, se besoj jemi në fund. Kur ne i kemi ftohur të gjitha, edhe bazën, shtrojmë kremin, duhet ta lëm të, pra, kështu duhet të hidhet apo duhet shtrohet? Nëse kremi është më i ftohtë, kam përshtypjen që edhe shtrimi i glikos bëhet më kollaj. Më kollaj, pra se e hapim. E hapit kollaj. Edhe tjetër, nëse duam pastaj, mund ta bëjmë pak më të lëngshme këtë. Dhe ja hedhim kështu. E kuptova. Megjithatë edhe mua kështu më pëlqen shumë. Kemi zgjidhje të ndryshme. Të lumshin tuaj. Po për kremin dua unë që mos ta bëni shumë të plot, shumë se ai kur ftohet nuk ka lezete. Kati duhet Në ikem. fund fare hidhni gjalpin, nuk e di. Kremi të pasticërisë. Ndiqni ato, domethënë i përzieni fillimisht, në fund hidhni gjalpin që të shkëlqej dhe ja e keni gati. Faleminderit të dashur Anvisa që qëndruat me ne. Shpresoj që të kenë qenë recetat të vlefshme për tërheqat tuaja familjare. Mos hezitoni të përgatisni sepse vërtet do të ngelin shumë të kënaqura. Nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Fjala për Anilën. Të lumshin duat Katerina edhe për sot. Vërtet shumë të shijshme dhe interesante të dyja recetat. Tani është momenti që të shkojmë në një hapësirë publicitare. Bashkëtakohemi pas pak me dy të ftuar, janë të dy shumë interesant, do të vinë në shtëpi njëri pas tjetrit, por të gjitha këto pas reklamave ju prezantojmë dhe nisim bisedat për sot.